10.000 po. 10.000 veç për Bajram. Jo për Bajram morim më shërt. Ka sa kemi shiti delet? Por në 200 s'ko. 200 në 450. Kerajt 150.000 po. Po përfitime 2 rruga i siguroj me qëty. Po 2 rruga ka 1.000. 2 rruga ka 1.000 për vjemra në mujtë me nxjerë 2.000 euro. Çka të duhet ty Zvistra e Gjermania kur e ki 2.000 euro mujën këto? Po fillime gjithë shtira, s'kina pas këtë numër, i kina pas pak. Sa i keni pas? Kina pas 20. Tash? Tash janë 700. Përshëndetje për krejt miqëmia dhe sot nga unë Eliona. Jemi sot në fshatin Busi, jemi arë tek një fermer Ajet Gashi, i cili është fermer i 700 deleve. Hajde një bashkë mu që ta dëgjojmë rrëfimin e tij. Ajet, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh po kaloni? Mirë shumë. Tregona pak qysh po jetoni këtu në katon, në fshatin Busi. Po si në katon, mirë jetojmë, me shtë dele, kujdes me 2 veta jem. Jeni 2 veta që kujdesin për këtu. Sa del me i keni? Kina pas për mi 700, 790. Sa që keni 700, po sa duhet me u mirëmbajt këtu, më thona, më me adal. Po mujna, ma si na 2 vetë mujna. Kush është personi i dy që kujdesni për to? Vllovit jetë. Ti me vllahun tënd. Sa është pak punë e rëndë kjo me punu me ferm? Po e rana shumë, këtu kanë dënë kujdes shumë. Qysh shkon puna në fshat? Po fshatë mirë me jetu, kush dhe me jetu mirë është. Po ata që zdojnë me jetu? Ata që zdë me jetu në fshat, a i se dhe në zvejt. E pse po menon që po dalin njerëzit prej fshatit? Por kushte mas mira, begi, fushkësu. A i prita që një jetë me e mira po jo? Ja, ti me kje që është. E tregom këtu në fshat ti që mirësh me firmën tone. Sa ki përfitime? Po përfitime 2 rruga i siguroj me qëty. Ka 1.000 që të një. 1.000 euro mujën e nxjerr me dele. Po 2 rruga ka 1.000 që të. Jo më shumë. E qëpa, 2 rruga ka 1.000 euro për vjemra në mujtë me nxjerr 2.000 euro. Qëka të duhet ty me dalë në qytet me jetu? Jo së më do të kërgjohnë shkaj Romë, në gjishti. Për qëka dalë për shti, për shamo? Vesh me nërishtë letat për subvencione për letit. A sa keni ndihma prej komunës këto me punu me... Po komunës ne ep ka 5 erës. E ministria ne ep ka 25 qëtët. Po shohim që e ki edhe një afërsi të mirë bashkë me qenë. Unë e pak i tutna, po nashta nuk e ka njenë më afru të one. Këta e në të lësh kanë marak me luqë qëtët. Ka vetë mu i kanë stashtë. Ajet, tregon pak prej që sa kohë mirë është me firmë? Po, la nona më ka maru të ty. Orda? Nona më ka maru të ty. Pej zvëgëlije me ty. Të më shtogës. Do me thamë prej vogël? Pej 5 vjetë që në. 4 vjetë, 5 vjetë i mojnë me në babjushi ka pos, bomba. Tash na djelë për vazhdi. Ju për vazhdani? A ka me vazhdu edhe fëmijët e ju? Po, Qa me ndonë? ta këshyrim tash të. Tregon pak qysh është jeta në katon këto me u marrë me dele, mos me konë qytet, qysh është qetësia që do fshati kështu? Tregon pak qa me ndonë për njerëzit për shembull që e lëshojnë katunin edhe dalin me jetu në qytet. Pse po dalin, ose qa kishin mujt ata me punu në katon për mos me dalin në qytet? Po, për mos me dalin në qytet do të veç me bujqësim. Ata bujqësim nuk përdojnë, po hiken me katunë. Shkojmë Prishtinë, Fushkësinë. E që kam fillimi jotë për me fillu me firme, e bakshë, me dele? Po fillime gjithë shtira, s'kina pas këtë numër, i kina pas pak. Sa i keni pas? Kina pas 20. Tash? Tash janë 700. Do të thamë prej 20 keni dalë në 700. Kina pas ma shumë, po do të mi shit. Pse po duhet mi shit? Po do të ashtë mi zvoglu pak, për kurbona me mi shit. Tregom tash se e kena fesën e Bajramit ofër. Ka sa kemi shit delet? Por në 200 euro s'ko, 200 në 400, 450. E qka dalojnë për shembull? Po dalën më është edhe mallësia. A i zgjedhë njerëzit vetë kur të vinë kështu me i ble? A ju ja preferani na? Ja, do të mi zgjidhë vetë edhe me kon prezent atë kur të prej me krej. Pa kon ata prezent, na nuk i prej. Dhe me thonë shumë ma madhe deri në 400 euro shkon. 450. Kohën e një temp, një 3 kotër janë ka 500.
Po sheka kjo edhe deri në 600, 700. Tregon pak, sa keni shiti deri tashmë se veç që jena për festën e Bajramit afër. Tregon sa keni shit. Ja 50 cu pa po. Do më thoni keni pas rreth 750. Po, jenë komsh. Tash veç i kanë sheju dhe do i kanë marrë, do i kanë lënë këto. 50 i ke shit. Tregom sa pare kanë bërë këto krejt 50 copa. Se kom llogarit veç 10.000 po. 10.000 veç për Bajram. Ja për Bajram morën më shumë. Oh. E tani ja kanë. E tregon pak sa është e rrezikshme Milan për shembull këtu vet, a vjen dikush. Ja vetë nuk bë Milan se i vjellën, i hauke, qetë, nda cak i hojnë i mysën. A keni ndaj vend ju, do më thonë, në firmën e juve që keni të izolum, për shembull, mos me ja hongër ujë që të së Po, që të shtëpia tu i kina firmën, po. E sa herë nditje del me i qitë kështu? Po më dhejt zakonisht tash vejrës janë ismi në dhejt e në 7 në kështu. Deri në 7 në akşam. Po. Më thonë prej 10 të mëngjesi deri në 7 në brame duhet me nejt bashkë me to. Po gjithë, non stop, vetë ime. A duhesh me dal, për shembull, a keni me dal dytë ti me vllahun tën apo mundesh edhe vetë me ja Po më të mujna edhe vetë, njëni runi ditë, njëni ditë. Ja. Ka një herë shkujna dytë. Tregom që shidani çmimet bashkë me vllavin. Po i dojna për gjysë. Për gjysë. A keni pas ndonjëherë probleme për shembull rreth firmës që e keni bashkë? Ja, s'ko. Tregom që është shef rinin e sotme. Do të thonë apo punojnë sa duhet, apo rinin në fshatra nëse jo, pse s'po duhet me nejt. Por i një jas me kitë punë ka dëvë, në tritit se dëvë. Bujësin më heqë. Po pse nuk po e dojnë bujqësin? Po bujësia ronë është. E dikush që është mësu për shembull prej baballarëve tyre ose diçka, a mundet me e mbajt? Po mujna që na i trashëgi me hina, na mujna. A ke menu ti ndonjëherë mos më mirë me bujqësi? Ja s'ka menu kur. Nuk ke menu kur ndonjëherë me pas një profesion tjetër? Jo. E për me dal jashtë ndonjëherë a ke kqyr? Por me dol jashtë ju, lasës. Pse? Po ati do të me punu ati. Një rrugë ati do të benzerë dhe këto. Jetë e shpia ju, të familjet. Çka të duhet ty Zvicra e Gjermania kur e ki 2.000 euro muajin këto? Tregon pak ata për shembull që këshyren me u kthy prej Zvistrës e Gjermanisë në Kosovë. Çfarë mendimi ki? A bojnë mirë, a s'bojnë mirë? Po bojnë, se do të më kthy vend vetë. Dhe këtu nuk ka keq, edhe këtu mënesh me jetu mirë. Me një rrugë tonën? Me në rrugë, 1.000 euro mënesh. Tregon pak qysh nëse veç nuk ishe marrë me bujqësi, me çka tjetër kishe mendu që ishe marrë ndonjëherë? Nëse jo me bujqësi. Ja, la s'kisha menu mirë me tjetër s'ten kur gjë. Veç me bujqësi. Veç me bujqësi, me blegtarimi. Edhe familjen e ki këto, krejt, gru. Jo, gruas si jemi marrë të Asi i martum, okej. Tregon a menon që ka me të ardhur një gru për shembull me jetu në busi? Po, mëre qyshja, aje që i ka met, po. E çish do të me konë për shembull një gru për ty? Po do të me konë qike e mirë, me konë. E bëjna apel që tonë ka mirë me lip një gru. Me ponim si të një. Okej, tregom në kohën e sotme për shembull shumica e grave nuk vinë me jetu në fshatna. Nuk ju pëlqen jeta e katunit. Çka mendon ti për ato? Po lypin kerret shtrejta, me dalë me jetu. Me posë që shtrejta kina qef edhe na burra, tje veç grove. Po jes. E që si ko metë se dhe në skatunën asë. Tregon pak, sa ju ka ndihmu shteti për firmën tënde? Për shteti veç të subvencionet në e, ka 25 herë. A i shtetet të da dëmtu në i shumë se piljen me pru pej Serbije, pej tjera shtetet. Por me mbrojt bujkën s'det me lona aty më orë theq pej veni tjetër. Jo veç delet, për krejt. S'det me lon grunën aty krejt. A keni bo ndonjëherë kërkesa se diçka? Jo, bën e badi hova tas. Nuk i kanë marrë para? Ja, më. Dhe më thonë subvencionit i merrni veç ka 25 euro. 25 edhe 5 herë në komuna, 30 euro. Veç 30 euro? Vesht. Për muj? Jo, po një dele të në vitin. Qysh për një dele të në vitin i bjanë veç 30 euro? Po, veç 30 euro. E sa ju shkojnë për shembull juve harxhime për me i mirë mbajt këtu? Po shkojnë harxhime shumë, 20.000 euro jo. 20.000 euro për një vit?
Të në vitin 20.000 është. Po çka kërkoni këto? Çish do të mirë mbajt? Po do të shem që tash mja bo një 6.000 ujë, edhe drev do një 700 thosë të cisër, në? Qështë? E të regam ajet në fshatin e ujë në Busi, a ka mbet njerëz? A ka njerëz halo? Ko po pak se po dolin në Prishtinë këre. Do më thonë, a edhin pak a shumë në kohën e më hershme, sa e kanë pak ma i ri, a ka pas ma shumë njerëz, ma shumë shtëpia të banueshme, se sa tash? Po ka pas shtëpia, po. Edhe tash shko në këtë që skopës. Ka mbet shumë pak. A janë mirë ata që janë dalë për shembull në Prishtinë, a janë mirë edhe këto me bujqësi apo nuk kanë punu diçka? Je kam punu na për puna qytetit në përsi. E tash kanë mbet për shembull veç fermer, bujk. Po kohë kështë që punojnë në Prishtinë, kthehen në vinë, po koha se pak jenë. Këtu prej Prishtinës i bjen shumë afër. A keni për shembull autobusa ose diçka që mundemi me dalë për Po autobusa ka 8 herë në ditje. 8 herë në ditë ja u kanë mundësu me dalë për shembull. Po me transport jena mirë është këtë tjera t'ju. Tregom që shefti jetën në Kosovë me një tarë me të afërt. Po i s'po di vëllo një. A mendojnë që ka mu bo ma mirë? Tash veç ma mirë po shkam për të. Apo mendojnë që ka me u mundësu edhe subvencione shumë atë mdoja për fermer, për bujk? Po do të nëse dojnë më mirë gjinja me të rinia, do të mi rritë subvencionet, do të mi plësu dhe kushtë edhe ata. Tregon pak një mesazh i fundit për njerëzit që nuk mirë me bujqësi, që ju vjen marrë, nashta më mirë me bujqësi, që kishë me ju thonë ty atyve? Po me bujqësi mirë, po di gjyës. Tregoj që kishe e thonë në rinis për shembull që duhet me punu edhe në katon për me punu mirë edhe me pas një rrugë të mirë. Po rinijat e të mirën ma shumë me bujqësi me blektërimit. Sa është, tregom ajet, sa është lira totale që ti nxjerr me bujqësi? Po 25.000 po. 25.000 euro, lirë totale. 25.000. Që ju bjen me ndo? Ka 12.000. 12.000 euro për person. Mrena vitit. Mrena vitit. Kjo është një shumë marra menze për Kosovë. E sidomos. Po ja se ma shumë po morë dhe në më rrugë. Nuk është shumë se nuk është letë kjo. Nuk është e zërshme. është e zërshme, po të paktën edhe javli. Po javli. Me konë që si lojnë me orë për joshtet, ma mirë. E ka që po e marrë për shembull mishin prej jashtit ose... Ja ta mish në kotë atas. Nuk është i mirë. Ja, qavje për Serbije nuk është mirë që. Sa është vlera totale të për shembull në firmë që e ki komplet? Po, kërajt 150.000 po. 150. Mas po, 150. Sa ke investu ti në firmën tonë? Firme që ku marru, 10.000 po. 10.000 euro. Apo mendojnë që tash i ke nxjerr që ato pare edhe ja ke dalë? Po. Tregova një mesazh ti që ja u kishe dediku njerëzve pse duhet mu marrë me bujqësi. Po ja vlerë me bujqësi më mirë se një rrugë nxerr edhe këto. 1.000 euro mi nxerr të mbëllës. Mjafton për Kosovën, sikur edhe në Zvicër që e nxjerrin për shembull 2-3.000 euro. Po në Kosovë mjaftoj 1.000 euro mjaftoj. Drejgo, faleminderit shumë. Faleminderit.